Po pikës pari, barazia nuk ka të bëjë, do të thot, me vende lindore apo perëndimore, është një diçka universale që duhet ta gëzojnë të gjithë, edhe në fakt e gëzojnë. Unë pajtohem me parafolsin, sepse më shumë kemi konflikte në qytet se sa në zona rurale. Nuk e di pse ndodh kjo, ka do të thot këndvështrime të ndryshme, ndoshta për shkak se janë njerëz më të qetë, më të lumtur, bashkëpunojnë më shumë mes veti, përderisa në qytet unë mendoj që ekziston një konflikt i heshtur edhe për brenda familjeve, pikrisht për temën për cilën po flasim, edhe aty ndoshta lindin më pas konfliktet më shumë. Sigurisht që është edhe faktori tjetër, se ndoshta ku ka gra më të emancipuara apo që janë më të shkolluara, janë më të vetëdijshme për të parë, do të thot, nëse i bëhet një pabarazi apo një presion. Mirë po nuk do të thot pse jeton në fshat ti je më jo i barabart me tjetrin, sepse barazia nuk ka të bëjë me vend apo pjesë perëndimore apo lindore, rurale apo në qytet, ka të bëjë me një çështje universale